بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para se gjithash Allahun subhanahu wa taala e falenderojmë, kurse salavatet dhe selamet tona qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi të gjithë familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë besimtarët të cilët shkojnë sipas porosisë së tij dhe rrugës së tij. Të ndashëm ashtu siç është publikuar titulli i kësaj gjarate të sodit, pra është besimtari i fuqishëm, është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët, megjithse te secili besimtar ka hajër. Ky është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Konkretisht titulli është marrë prej këtij hadithi. E këto e shohim se pejgamberi na ka lajmëruar dhe na ka informuar se Islami e ka për qëllim që ta formsoj një personalitet të fuqishëm, një personalitet i cili do të jetë i dobishëm për rrethin e tij dhe për shoqërinë e tij. E kemi fjalën e pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam ku thot: "Khairun nas anfa'uhum lin-nas." Më i miri është ai i cili është më i dobishëm për të tjerët. Dhe ai i cili është dobishëm për të tjerët, nën kupton se është një personalitet i fuqishëm. Sepse një besimtar i fuqishëm është ai prej të cilit ka dobi të tjerët. Nga karakteri i tij, nga personaliteti i tij fuqishëm, ka dobi muslimanët edhe ka dobi përgjithsisht Islami. Por tani të shohim se sa më madhështore është kjo fjalë e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, i cili megjithse ka vlerësuar edhe ka thënë besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët. Dhe këtu nuk ka dashur me lënë hapësirë që të mund të ketë keq kuptim. Se nëse i thuhet dikujt filani është më i mirë se tjetri, kjo nuk nën kuptohet se ai tjetri është i keq. Por këtë arsye pejgamberi ka dashur na tregu se besimtari i fuqishëm është më i mirë dhe më i dashur te Allahu se sa besimtari i dobët. Mirë po me këtë nuk ka pas për qëllim për thënë se besimtari i dobët është i keq. Dhe por mos më lën hapësirë që të ketë keq kuptime, ai ka thënë wa fi kullin khair. Tek të dy besimtarët ka hajër. Pra çdo kush që është besimtar i Allahut ka hajër në të. Mirë po dikush prej besimtarëve është më i fuqishëm, është më hajër kanta. Dobi ka më shumë prej tij. Edhe tani do të shohim se cilët janë ata faktorë të cilët realisht kanë ndikim që besimtar të jetë i fuqishëm edhe të arrijë dashurinë e Allahut, edhe të jetë më i afërt te Allahu subhanahu wa taala. Natyrisht nuk ka një diskutim se faktori kryesor i cili e bën një besimtar të fuqishëm është besimi i tij. Është fuqia e besimit. Zanton dietarët kur kanë shpjeguar këtë hadith, ata kanë thonë se është për qëllim fuqia e besimit. Gjasë një besimtar i cili është fuqishëm në besimin e tij, mirën e tij në Allahun, edhe veprat e tij do të jenë të fuqishme dhe të frytshme. Nëse vetëm pak e shohim historinë e Abu Bekrit, radhiyallahu ta'ala anhu, shokut e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.
ai ka qenë i fuqishëm edhe njeri i dobishëm, edhe ka qenë njeri më i miri krejt këtij ummeti. Domethënë njeriu pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ka pas personalitet edhe ka qenë i fuqishëm edhe ka qenë i dobishëm, padyshim në këtë ummet ka qenë Abu Bekri. Dhe me çfarë e ka arrit këtë? E ka arrit me besimin e tij, me fuqinë e imanit. Sikur se thot pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin e tij, po që se imani e Abu Bekrit do të vendosej në anën e peshores, kurse imani i krejt ummetit do të vendosej në pjesën tjetër të peshores, atëherë imani e Abu Bekrit do të peshonte më shumë. Dhe dihet se çfarë merita ka pas në Islam Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu. Ai është me urrave të parë që ka pranuar Islamin. Ai është personi i cili më së shumti ka ndihmuar pejgamberin alayhi salatu wasalam me krejt qenien e tij, me pasurinë e tij. Dhe krejt kjo për shkak të besimit të tij të fuqishëm. Faktor tjetër i cili e bën një besimtar të fuqishëm është ambicia e tij e lartë. Besimtari duhet me pas ambicie të larta. Duhet të ketë interesim për të tjerët. Duhet të bëjë përpjekje që të përmirësojë të tjerët rrethin e tij, vetën e tij dhe krejt shoqërinë. Duhet të bëjë përpjekje që të mirat e tij dhe hajri i tij të shkojnë edhe të tjerët në çdo aspekt. Për këtë arsye, Allahu subhanahu wa taala e ka përmendur në ajet cilësinë dhe tiparin kryesor të këtij ummeti. Edhe ka thënë kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Në këtë ajet Allahu thotë ju ishit pra ju besimtarët, ju muslimanët, jeni populli më i dobishëm për njerëzimin. Nga se ju urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja. Dhe ky është një faktor që e bën një besimtar të fuqishëm. Pra, besimtari ka ambicet që të largojë të keqen. Besimtari duhet të ketë ambicet që të urdhërojë për punë të mira, që të mësojë të tjerët për punë të mira, që të këshillojë për punë të mira, dhe që të çortojë për punë të këqija, dhe të largojë të keqen. Vetëm në këtë mënyrë përmirësohet shoqëria. Vetëm individ të fuqishëm të tillë janë ata të cilët e sjellin mirësinë edhe largojnë të keqen. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi." Ai cili prej jush e ka pa një të keqe, atëherë ka thonë le ta luftoj me dorën e tij. Pra, ai që ka kompetenca, brenda kompetencave të tij, brenda pushtetit të tij, nëse shef një të keqe, atëherë duhet të largojë me dorën e tij, duhet të evitojë atë të keqe. Mirë po ka thonë pejgamberi, nëse nuk mundet, atëherë le ta luftoj me gjuhën e tij. Le ta luftoj atë të keqe me gjuhën e tij, duke çortu për ta, duke paralajmëruar prej saj, duke këshilluar njerëzit që të largohen prej saj. E nëse nuk mundet që ta largoj as me gjuhën e tij, atëherë ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, le ta urrejmë me zemrën e tij, të mos pajtohet me zemër më së paku. Dhe ky është një besimtar i fuqishëm, i cili ka ambicie që të përmirësojë edhe të tjerët në të mirë. Kjo vetëm për hir të Allahut subhanahu wa taala. Faktor tjetër që bën një besimtar të fuqishëm është që ai të ketë personalitet të fuqishëm. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam një hadith të tij, thot mos u bëni persona të tillë që shkoni sipas krim njerëzve. Ashtu çfarë veprojnë të tjerë, veproni edhe ju. Edhe ka thonë mos thuani, nëse të tjerët bëjnë mirë, atëherë edhe ne do të veprojmë mirë. E nëse të tjerët veprojnë keq, atëherë edhe ne bëjmë pa drejtësi. Mirë po ka thonë wattinu anfusakum in ahsana nasan tuhsinu wa in asa'u fala tadhlimu. Ka thonë mësohuni
që nëse të tjerët bëjnë mirë, atëherë edhe ju bëni mirë. Mirë po ka thonë nëse të tjerët bëjnë keq, atëherë ju mos bëni keq, edhe mos bëni padrejtësi vetëm me faktin se bëjnë edhe të tjerët. Edhe këtu spikatet fuqia e personalitetit të besimtarit, sepse ai që ndron në parimet e tij, ai edhe pse e sheh se shumica janë prish, nuk shkon sikur ata. Nuk vepron sikur ata. Mundohet që të spikatet, mundohet që të dallohet prej të tjerëve me vepra të mira, me besimin e tij, me virtytet e tij. Edhe nuk është e atill që thot unë po shkoj sipas kretëve. Kretë që ashtu edhe unë po shkoj ashtu. Jo, kjo nuk është besimtari fuqishëm. Por besimtari fuqishëm është kur masa janë ndryshe, atëherë ky ndallon edhe që ndron në parimet e islamit të tij, që ndron në parimet e besimit të tij, edhe nuk shkon sipas tjerëve nëse ata janë keq. Pra besimtari në këtë rast nuk pason rëpërisht. Ai e përdor arsyeën e tij. Ai është i fuqishëm në parimet e tij edhe nuk lëshon peng. Edhe kjo është një prej qëllimeve që i ka për qëllim hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se si duhet të jetë e besimtar i fuqishëm. Pastaj faktor tjetër që përcakton fuqinë e besimtarit është kur ai i kontrollon emocionet e tij. Thot pikrisht një hadith i pejgamberit ton sallallahu alaihi wasallam e potencon këtë. Edhe thot leysa ash-shadidu bis-sur'a innama ash-shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Thot pejgamberi alayhi salatu wasalam nuk është i fuqishëm ai që në luftim he mund tjetrin. Mirë po i fuqishëm është ai i cili e kontrollon veten kur është i zemëruar. Por arsye se që ta kontrollojnë personin zemërimin e tij, kërkon fuqi më shumë se sa qetin fuqishëm që në luftim dikon tjetër. Këtu matet ajo fuqia e karakterit të besimtarit. Në rast se provokon dikush, në rast se fyet dikush, në rast se sulmon dikush, në rast se zemëron dikush, atëherë ai kontrollon emocionet e tij. Është pyet në rast pejgamberi alayhi salatu wasallam për një shoku të tij, edhe ka thonë edhe ani Allahut, më këshillo, më jap ndonjë porosi. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam ka porosit edhe ka thonë mos zemëro. Atëherë herën e dytë i ka thonë më jap ndonjë këshill tjetër. Prap herën e dytë dhe herën e tretë këshilla e pejgamberit alayhi salatu wasallam ka qenë njëjtë. Edhe i ka thonë mos zemëro. Dhe pse në këtë formë? Është përgjigj kaq shkurt. Edhe është përgjigj vetëm me këtë këshill. Por arsye se ai person i cili arrin që të kontrollojë emocionet e tij, i cili arrin që për shkak të besimit të tij ta kontrollojë zemërimin e tij, atëherë do të jetë personalitet i fuqishëm. Do të jetë një person i cili nuk i bën dëm të tjerëve, sepse në rast se personi nuk i kontrollon emocionet e tij, nuk e kontrollon zemërimin e tij, ai shpërthen. Është në situatë që ta rast tjetrin, është në situatë që ta fyej tjetrin, është në situatë që ta ndonjë tjetrin. Mirë po, në rast se i kontrollon emocionet, atëherë të gjitha të mira do të jenë prej tij. Mjafton fakti që Allahu subhanahu wa taala në Kur'an, kur e ka përmend ata personat e devotshëm për të cilët e ka premtuar xhenetin e tij, ai ka thënë u'iddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fi sarra'i wa dharra'i wal ka'dhim ila Allah wa la fi an-nas. Allahu ka thënë shpejtoni me veprat e mira por ta fituar xhenetin e Allahut, gjërësia të cilit është saqjeti dhe toka, i cili është përgatit për ata të që janë të devotshëm. Dhe kush janë ata devotshmit për të cilët është përgatit xheneti, Allahu i ka përmend disa cilësi të tyre.
Një prej cilësive thot wal mukazimin al-ghayz. Janë ata të cilët e frenojnë dhefin e tyre. Janë ata të cilët e kontrollojnë zemrimin e tyre, edhe nuk shpërthejnë. Pikërisht Allahu subhanahu wa taala një prej cilësive të devotshme e ka përmend këtë. Pra nëse do të marrë një besimtar të sinqert, nëse do të marrë një besimtar të fuqishëm, atëherë shqetësoje se sa është ai në situatë, sa është ai në gjendje që t'i kontrolloj emocionet e tij, sa është në gjendje që t'a kontrolloj zemrimin e tij. E kundërta e kësaj është personi i cili nuk arrin që të kontrolloj veten e tij. Nuk arrin që të kontrolloj nervozizmin e tij. As zemrimin e tij, kjo është një prej cilësive të munafikëve. Nga se pejgamberi alayhi salatu wasalam ka thonë cilësia e munafikut është idha khasama fajjar. Nëse është në konflikt me dikon, ai shpërthen në padrejtësi. Por arsye se në konflikt ai zemrohet, edhe ka mlef ndër kundërshtarit. Edhe për këtë arsye ai shpërthen. Edhe i te kalon kufit në padrejtësi. Mirë, mo besimtari i fuqishëm është ai që nuk e lejon këtë. Dhe për shkak të besimit të tij e kontrollon veten e tij edhe nuk shpërthen. Prej faktorëve që përcakton fuqinë një besimtari është se ai nuk është i paaftë. Mirë, po i përvishet punës, edhe është aktiv. Pikërisht ky hadith i pejgamberit, i cili është pjesë e temës, në fjalën e Ose thot ista'in billahi wa la ta'jaz. Pra thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, Allahut kërkoj ndihmë dhe mos u bëj i paaft. Domethënë, do vepër të mirë të cilën do ta veprosh, atëherë përpiqu që ta realizosh ato. Duke i kërkuar ndihmë Allahut dhe mos u bëj i paaft. Besimtari i fuqishëm nuk është i paaft. Po realisht çdo besimtar nuk duhet të jetë i paaft. Dhe për këtë pejgamberi në shumë lutjet e tij, Allahun e ka lutur që të ruaj prej paaftësisë. Dhe për më tepër ne lexojmë ajetin në surën Al-Fatiha, në çdo recat të namazit. Edhe themi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. I themi Allahut me këtë pjesë të ajetit, vetëm ty do adhurojmë, vetëm prej te e kërkojmë ndihmë. Që do thotë se besimtari i cili kërkon ndihmë Allahut nuk është i paaft. Mirë, po ai vepron duke i kërkuar ndihmë Allahut, sepse krejt fuqia e tij është në bazë të ndihmës së Allahut subhanahu wa taala. Prej faktorëve tjerë që është më rëndësishme që një besimtar të jetë i fuqishëm, kur ai është i përgjegjshëm, kur ai ka amanet, kur ai i ruan pasurinë të tjerëve, kur ai mban përgjegjësitë e tij. Kemi një ajet të Kuranit në të cilën Allahu subhanahu wa taala flet për Musa alayhi salam. Edhe kur është larguar nga toka e Egjiptit, ka qenë vetmuar. Dhe në atë rast ka ofruar ndihmë disa personave. Dhe një prej tyre ka thënë babës së tij që të afrojnë Musa alayhis salam dhe të jetë prej atyre personave të cilët do të shërbejnë atij, edhe i ka thënë këto fjalë. Inna khayra man ista'jarta al-qawiyyul amin. Sepse i ka pa cilësitë e Musa alayhis salam pejgamberit të Allahut, se sa ka qenë i përgjegjshëm, se sa ka qenë dobishëm. Edhe ka porosit babain e tij, edhe ka thënë merre kët si punëtor, nga sa ishte i fuqishëm, edhe ishte i përgjegjshëm, kishte amanet. Një besimtar i cili ka amanet, i cili ka përgjegjshmëri, ky është i fuqishëm. Në të kundërtën, vetë e shohim nga fjala e popullit. Nëse është një person i papërgjegjshëm, nëse është një person i cili nuk ka amanet, nuk ka besnik, atëherë çfarë thojnë për to? Thojnë
është person i lig. Pra është person i lig dhe nuk ka personalitet dhe nuk ka fuqi në personalitetin e tij. Allahu subhanahu wa taala e lutim që me gjitha këto fjalë që kemi marrë nga fjalët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, nga ky hadith, që dobi prej tyre edhe të jemi nga ata të cilët i praktikojmë këto fjalë edhe këto këshilla të cilët nuk janë gjë tjetër, vetëm janë një mbledhje nga fjalët e Allahut, nga fjalët e pejgamberit dhe ajo që kanë shpjeguar dietarët tanë. Allahu subhanahu wa taala lutim që takimet e tilla të jenë të bereqetshme edhe të jenë të dobishme për të gjithë ne. Allahu subhanahu wa taala lutim që të na jap sukses, që të formojmë personalitet të fuqishëm dhe besimtarit, të jem të spikator në dobi edhe në çdo gjë që njerëzit kanë nevojë për ne edhe shoqëria ka nevojë për ne. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.